zgjedhjet nuk ka me qenë zgjidhja e vetme, prap. Nuk ka përpjekje me evitu zgjedhjet, po shihet. Edhe çështja e presidentit Republikës ka mu zgjidh. Nuk mundemi ne për çdo rast me bo zgjedhje. Sa shohmi LDK në një gjendje të re pas zgjedhore, nuk mund ta parashikoj. Tash me thonë drejtën, ne para zgjedhjeve të nënshkurtit kemi thonë jo. Dhe kur kemi thonë jo, ata kanë thonë po kush po ju thirr. Kur kemi thonë mas nënshkurtit në 2 raste, jo faleminderit se i kemi bërë arsyet para nënshkurtit, dhe për kundër kvalifikimeve politike që kemi marrë gjatë dhe pas zgjedhjeve nga liderive të vendosur në veçanti, doli që bashkëpunimi në Kosovë është frym kushtetuese, nuk është veç vullnet, është frym kushtetuese, e i pamundshëm, të na nuk ka fitues të mëdhaj, ka partit parë, 2, 3, 4. Dhe formula që e përmenëm edhe çështjen e sistemit zgjedhor. Kjo është arsye. Tani, pas marrës mandatit të dytë nga vetëvendosja, që presidenti janë mirë besim, e ka dhonë zakonisht, aja beson që ka vota mandatari kur ja jep. Nëse presidenti ka besu që mandatari ka vota, aja duhet me ndihmu, me na shpjegu neve çka ka nënkuptu. Por për te i kësaj, zgjedhjet nuk ka me qenë zgjidhja e vetme, prap. Në politik njerëz votojnë për me bart mandat. Qytetari ka votu për me bart mandat e ne me gjetë zgjedhje. Ne me gjetë zgjedhje politike, jo gjykata kushtetuese me bë zgjedhje gjithmonë. Edhe jo as presidenti, se s'ka çka lyp këto, po deputetët, partitë politike do të me bë zgjedhje. Nëse prej gjykatës kushtetuese shkojmë te populli prap, populli ka menaçu në Kuvend, Kuvendi ka shkuar në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese, sepse po përmenden edhe zgjedhjet e marsit, prillit, prap. Nuk ka më bë kurfar zgjedhje. Kjo situatë e lëvizjeve kaotike në politik është e pashpresme, me të drejtën. Nuk ka përpjekje me evitu zgjedhjet, po shihet. Në njëjtën kohë nuk ka angazhim, pos angazhim konkret për gjetjen dhe krijimin e një shumice politike, s'paku le të jetë kalimtare, le të jetë e përkohshme, le të jetë për disa muaj, por kjo e ka bre tavolina dialogu, këto të e mundësi, nëse na thamë më herët, pe bojmë një qeveri për 12 muaj, me një agent për bashkët, me një format qeverie të pranueshme për gjithë, e bojmë bashkë, i harxojmë agendat, shkojmë. Aja nuk u mirë kuptu në kohën që u tha nga LDK, ata shemi proces 3, nuk e di edhe nuk po shohim asnjë dritë në fund tunelit, me thonë drejtën. Po duket që do na më shkon zgjedhje. Kryeministri në detyrë po thotë që preferon LDK-n për një koalicion. E ka thonë në vazhdimsi. Mas zgjedhjeve, a besoni që mundet me u bë një koalicion vetëvendosi LDK, ndoshta edhe një koalicion që i eviton zgjedhje tjera, ndoshta një koalicion që mundet me zgjedh një president të ri? Definitivisht zgjedhjet e ardhshme kur do të çmon, dhjetor apo në janar, apo edhe në mars, kanë me prodhu rezultat zgjedhor dhe qeverisje ku do duhej me pas stabilitet politik, ku edhe çështja e presidentit Republikës ka mu zgjedh. Nuk mundemi ne për çdo rast me bë zgjedhje. Kjo që zoti Kurti në veçanti po e përmend tani zgjedhjen dhjetor dhe në mars, ma shumë loje fjalëve për me çu kërcënim politik në publik. Mesazh, në shamamin me thonë, mesazh politik publik që nëse nuk bëhet tash, kena mu ricikilu në zgjedhje. Edhe mundet me ndohë, sepse zoti Kurti njet për revanshizëm politik. Nëse nuk gjen tash mirë kuptim dhjetor, ai nuk të jap mirë kuptimin mars. Mandej dikush tjetër nuk jap mirë kuptimin më vonë. Edhe ky raport i mos bashkëpunimit politik në Kosovë na ka çuar në revanshizëm politik. Sa shohim LDK në një gjendje të re pas zgjedhore, nuk mund ta parashikoj asone, por LDK-ja me këtë leadership që e kemi sot, nuk është pragmatike çfarë ka qenë më herët.
Mos pretni që ka më bo më pragmatike. Edhe mos pret askush që ka më bo më pragmatike, sepse ne jem të angazhu që me dhonë kontribut politik proceseve, edhe Republikës tonë në bindjen edhe besimin që kjo Republik do të normalizohet në institucion, të ketë stabilitet në institucion, dhe të ketë zgjedhje s'pa ku afat mesme, nëse s'mund të flasë me afat gjate. Pa stabilitet, Kosova nuk mund të zhvillot, nuk mund të ecë. Në anën tjetër, në tavolinë sot, të kryeministrit detyre dhe të presidentës, e cila përmbyll mandatin për pak muj, është një agendë e rëndë ndërkombëtare që Kosova në ashtu e prit. Karshi sigurisë, karshi rajonit tonë, dhe dy luftrave që po zhvillohen, lindja e mesme edhe Ukraina, edhe karshi lëvizjeve globale, tjera ku Kosova duhet me zonë hapin e vetë, shpejt.